keni ndjerë ndonjëherë se shoqëria është më e ndarë se kur më parë? Debati politik nuk duket më një si shkëmbim idesh, por si një përplasje mes ne dhe ata. Në vend të diskutimeve konstruktive, gjithnjë më shpesh hasim akuza, etiketime dhe diskreditim, si në hapësirën publike, ashtu edhe në atë digjitale. Ky është polarizimi politik, një nga pasojat më të rrezikshme të keqinformimit. Polarizimi politik ndodh kur shoqëria ndahet në dy kampe kundërshtare, të cilat nuk komunikojnë më me argumente, por me armiqësi. Nuk bëhet fjalë thjesht për mendime të ndryshme. Është një gjendje ku palët nuk e shohin më njëra tjetrën si kundërshtar politik, por si armiq shoqëror. Nuk është thjesht fakti që njerëzit mendojnë ndryshe, gjë që është normale në një shoqëri demokratike. Po kur dallimet kthehen në armiqësi të thellë dhe kundërshtari shihet si kërcënim. Shkencëtarët politik si McCoy dhe Sommer e përshkruajnë këtë gjendje si polarizim të përbashkët, që shkatërron bazat e dialogu demokratik dhe e kthen pluralizmin politik në konflikt ekzistencial. Edhe Fiorina dhe Abrams theksojnë se polarizimi krijon iluzionin e dy kombeve brenda një shteti ku qytetarët ndihen të ndarë në ne dhe ata, duke e bërë kompromisin politik pothuajse të pamundur. Pra, nëse e përmbledh, polarizimi politik ndodh kur dallimet politike kthehen në ndarje shoqërore të thella, duke e vështirësuar jo vetëm dialogun, por edhe funksionimin e demokracisë. Hungaria është shpesh një shembull i cituar i polarizimit politik të brendshëm, sidomos në qeverisjen e kryeministrit Viktor Orban dhe partisë së tij Fidesz, të cilët janë në pushtet. Qeveria Orbanit ka përdorur retorikë nacionaliste për të ndarë shoqërinë hungareze në patriot dhe kundërshtar, duke përfshirë migrantët, refugjatët dhe komunitetet LGBTQ+. Po ashtu, kemi rastin e Rumanisë. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në Rumani, polarizimi politik u theksua dukshëm dhe u shoqërua me akuza për ndërhyrje të jashtme, sidomos nga Rusia. Kandidati i ekstremit të djathtë, Kalin Georgescu, i njohur për qëndrimet e tij pro-ruse dhe kritikat ndaj NATO-s dhe BE-s, arriti të fitojë raundin e parë të zgjedhjeve me 23% të votave, duke shkaktuar befasi në skenën politike rumane. Pas këtij rezultati, autoritetet rumune, përfshirë gjykatën kushtetuese, vendosën të anulonin zgjedhjet, duke argumentuar se ato ishin ndikuar nga fushata të dezinformimit dhe ndërhyrje të jashtme. Dezinformimi i brendshëm, si dhe format e ndikimit të jashtëm, ndërtojnë narrativa polarizuese në nivel politik edhe shoqëror. Edhe Kosova mbetet e prekur nga ky trend global, si rezultat i gjuhës politike. Polarizimi shoqëror në Kosovë është pjesë e një fenomeni global të polarizimeve shoqërore dhe ndasive të thella shoqërore që po shohim të ndodhin në Evropën perëndimore, Evropën lindore, në Amerikë, Azi, lindjet e mesme dhe shumë vende të tjera të botës. Pasoja kryesore e polarizimit shoqëror është mungesa e konsensusit shoqëror për tema të caktuara dhe tema të rëndësishme në shoqëri. Po e zëmë, shoqëria aktuale në Kosovë nuk gjen pothuajse konsensus as për herojt, as për të kaluarën, as për të tashmen. Dhe kjo është njëri nga problemet kryesore që ka shkaktuar polarizimin politik tek qytetarët e Kosovës. Kush përfiton nga polarizimi politik? Në fakt, nuk janë qytetarët e zakonshëm. Kryesisht përfitojnë partitë politike dhe liderët populistë, të cilët përdorin ndarjen në ne dhe ata, për të mobilizuar mbështetësit dhe për të shmangur debatet mbi çështje reale. Por nuk ndalen këtu. Grupet e interesit dhe lobet manipulojnë opinionin publik, duke shfrytzuar narrativat polarizuese për të avancuar interesat e tyre. Media të lidhura me pushtetin ose të polarizuara politikisht e përforcojnë këtë efekt, duke shpërndarë mesazhe që fillojnë ndarjet shoqërore. Madje edhe aktorët e jashtëm, si disa shtete apo rrjete dezinformuese, përfitojnë duke krijuar mosbesim dhe tension mes qytetarëve dhe institucioneve. Dhe po, edhe platformat sociale kanë përfitimin e tyre ekonomik, sepse algoritmet e tyre promovojnë përmbajtje që ngjall emocione të forta dhe përhap mesazhe polarizuese. Të gjitha këto forma të shpërndarjes së përmbajtjeve kanë të njëjtin qëllim: krijimin e ndasisë shoqërore, duke i ndarë njerëzit sipas pikpamjeve të ndryshme.
Ndarja në ne dhe ata ndikon që vendimarrjet politike që merren nga institucionet, nga zyrtarët, nga politikanë, të mos ndjehen si vendimare që është në dobi të gjithëve, por është në dobi vetëm një pjesë shoqënisë ose të atyre që janë pro atij vendimi. Domethënë bëhet një luftë për një pushtet të plot mbi tërë shoqërinë. Dhe kjo luftë, siç thash, është luftë ekzistenciale në cilën grupi tjetër, nëse jo të eliminohet, të paktën të zhduket, të shkojë dika kur nuk shihet fare më, nuk bëhet më fare i gjallë. Kur ndodh ky polarizim politik? Polarizimi politik shpesh rritet të ndjeshëm gjatë periudhave të krizave, veçanërisht gjatë zgjedhjeve. Në këto momente, tensionet janë më të larta, sepse çdo kamp politik përpiqet të mobilizojë mbështetësit e vet dhe të dobësojë kundërshtarët. Zgjedhjet nuk janë thjesht një garë për vota, por shpesh ndrohen në një betejë emocionale, ku qytetarët nuk votojnë vetëm për programin politik, por edhe për të penguar fitoren e kampit tjetër. Ky fenomen njihet edhe si votim negativ. Gjatë këtyre periudhave, retorika bëhet më konfrontuese. Partitë përdorin etiketime, akuza dhe friksime për të mobilizuar elektoratin, ndërkohë që në media sociale shpërndajnë informacion që përforcon ndarjet dhe emocionet negative. Operatori kryesor i polarizimit shoqëror në Kosovë është politika. Janë partitë politike të cilat e bëjnë për arsye zgjedhore, pra për arsye që të ndajnë shoqërinë në këtë mënyrë të marrin më shumë vota. Prandaj pa pas një vendisim të partive politike që drejtohen rreth programeve, rreth ofertave të tyre për qytetarë dhe jo rreth polarizimit si teknik për me marrë vota. Por sot, polarizimi nuk përhapet vetëm nga podiumet politike. Ai përhapet në mënyrë të shpejtë edhe përmes mediave sociale. Gjatë fushatave zgjedhore, polarizimi politik shpesh arrin nivele të larta, sepse çdo kamp përpiqet të mobilizojë mbështetësit e vet dhe të dobësojë kundërshtarët. Një nga metodat kryesore është ndërtimi i narrativave që fajsojnë kundërshtarët. I paraqesin ata si të korruptuar, të pabesë ose të lidhur me armiqtë e jashtëm. Mediat sociale i mundsojnë politikanëve të komunikojnë drejt për drejt me votuesit, duke anashkëluar media tradicionale dhe duke mos u filtruar nga gazetarët. Kjo lejon shpërndarjen e mesazheve të personalizuara dhe shpesh polarizuese, pa pasur nevojë të përballen me një diskurs më të gjerë dhe kritik. Ndërsa në sferën digjitale, fushatat zgjedhore shpesh shndrohen në një laborator të manipulimeve. Krijohen grupe dhe faqe në mediat sociale që publikojnë vetëm përmbajtje që mbështet njërin palë, duke forcuar dhomat e Jehonës, ku përdoruesit ekspozohen kryesisht ndaj informacionit që përforcon bindjet e tyre dhe injorojnë perspektivat e tjera. Shpesh, këto përmbajtje përhapen në mënyrë që duket se janë të natyrshme dhe spontane, por në të vërtetë ato janë pjesë e një propagande të organizuar, e njohur si astroturfing. Algoritmet e platformave sociale janë të dizajnuara për të maksimizuar angazhimin e përdoruesve, duke u ofruar atyre përmbajtje që përputhet me bindjet e tyre ekzistuese. Polarizimi politik është një armë e fuqishme në duart e atyre që duan të manipulojnë shoqërinë. Ai ushqehet nga keqinformimi dhe nga mënyra se si përhapet në hapësirën digjitale. Dhe pyetja që mbetet është, a do të lejojmë që të na ndajë më shumë, apo do të mësojmë ta njohim dhe ta ndalim atë?